Me një aksident të ndodhur mbrëmjen e së shtunës në rrugën Kosmaq Vauideje, si dhe një vetë plagosje me armëzjarr i mëngjesin e së dielës, e nis dhe përfundon komunikatën drejtoria e policisë së qarkut Shkodër lidhur me rendin dhe sigurinë publike gjatë 24 orëve të fundit. Konkretisht, policia bën me dije se rreth orës 21:37 të së shtunës, në aksin rrugor Kosmaq Vauidejes, një 17 vjeçar duke drejtuar një automjet dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe ka dalë nga rruga, duke u përplasur me murin rrethues të një banese. Si pasojë janë dëmtuar vetë drejtuesi i automjetit dhe vllai i tij shtetasi FG, të cilët ndodhen në Spitalin Rajonal të Shkodrës nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e sektorit qarkullimit rrugor kanë referuar materialet në prokurori, ku ka nisur procedimi penal për të miturin që drejtonte automjetin. Gjithashtu, specialistët e sektorit qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin NI, 61 vjeç, banues në fshatin Rjoll, pasi duke drejtuar automjetin e tij në gjendje të dehur, është përfshirë në një aksident rrugor me dëmë të lehta materiale. Referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal ndaj shtetases AN 30 vjeçe, banuese në Shkodër, pasi duke drejtuar motomjetin e saj, ka humbur kontrollin mbi të dhe ka goditur murin rrethues të oborrit të një banese. Si pasojë, janë dëmtuar drejtuesja dhe pasagjeria shtetësja PP, 24 vjeçe. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Vautë-Dejes ndaluan shtetasin MG alias ZG, 39 vjeç, banues në Vaunë-Dejes, pasi gjykata e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm të Shkodrës e ka dënuar me 9 muaj burg për veprën penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municioneve. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të stacionit policisë Velipoj referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EG, 37 vjeç, pasi u konstatua se kishte kryer punime ndërtimi pa leje. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm në Shkodër për veprimet mëtejshme. Ndërkohë, rreth orës 7:30 të së dielës, është paraqitur për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës shtetësi AL, 30 vjeç, i cili dyshohet se është vetë plagosur me armëzjarri. Shërbimet e policisë së bashku me grupin e timor kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë bërë të mundur gjetjen e armës së zjarrit automatik, ndërkohë që hetimi vazhdon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.